وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sigurisht se është ditë e rrezikshme për neve të gjithë, popullin shqiptar, që tash sa e varrosëm të ndjerin në rahmet shpirti pas të akademikin ton, mikun ton të dashur Nexhat Dacin. Vdekja nuk pyet ai i shkolluar, ai pa shkolluar, ai pastër e varfër, ai politikan, ai njeri thjesht, nuk pyet. Vdekja i përfshin mbar njerëzimin. Zoti mëshiroft profesorin akademikun e ngushëllim e familjes së tij. Zoti harrojt ata nipa që ka i arrit, ja bëft hajrit. Obligimi joni pari si bashkëvendas, mandej si një njeri që ka dhënë shumë për arsimin e lartë në Kosovë, për njeri që ka ndihmuar vendlinjen, për që ka ndihmuar arsimin, dhe si një njeri që ka kontribuar në ndërtimin e institucioneve të Kosovës pas luftës. Lutemi pra që të mëshirohet nga Zoti dhe vendlinjave të Tërnovësi, ashtu siç edhe Kosova nuk do të harrojnë kujtimin për të. Kam qenë bashkëpunëtor i tij. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike Dardanis, ndërsa kryetar ka qenë Nexhat Daci. Me Nexhat Dacin kam bashkëpunuar edhe nivel akademik edhe nivel politik. Ka qenë një burr që i ka njoftë mirë institucionet, ka krijuar një ekuilibër pas luftës të paparë mes forcave të pjesës që dolën nga lufta dhe këtyre pjesës tjetër që ishin për politikën paqësore. Unë e qmoj si njërë ndër tri figurat më të njohura, më komplete të historisë shqiptare, pas presidentit Rugova, akademik Fehmi Aganit, ky do të jetë njeriu më komplet në çështjen kombëtare. Tu e përcjell sot atë mbledhjen komemorative në Kuvend, e pash që njerëz të mirë, njerëz të mëdhej, edhe në momentin e fundit para varrimit e çojnë një mesazh për bashkimi, u bë sebeb që një pjesë e mirë e elitës politike me konë me një zo, me një vend rreth akademik Nexhat Dacit.